Ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani caktoi 12 tetorin e këtij viti si datë të mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta lokale. Presidenca deklaroi se vendimi është marrë pas shqyrtimit të kujdesshëm të propozimeve të subjekteve politike, si dhe pas një analize të plotë në përputhje me afatet kushtetuese dhe ligjore. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti pati takim të paparalajmëruar me kryetarin e Mitrovicës së Jugut Bedri Hamza, i cili ishte edhe kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës për kryeministër në zgjedhjet e fundit parlamentare. Për takimin e realizuar në Mitrovicë, zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu ka deklaruar se arsyeja ishte diskutimi për bashkëpunim midis qeverisë dhe komunave. Ai ka thënë se Kurti ka takuar Hamzën pas takimit që paraprakisht kishte me Erden Atić, kryetarin e Mitrovicës së Veriut. Ndërkohë, zëdhënësia e komunës së Mitrovicës së Jugut Blerina Kastrati, përveç konfirmimit të takimit Kurti-Hamza, nuk ka dhënë ndonjë arsye apo për temat e diskutuara. Presidenca e Kosovës ka reaguar ndaj një shkrimi të deputetit të PDK-s Artan Behirami. Ky i fundit deklaroi se presidentja Vjosa Osmani, përmes shkëmbimit të letrave MBN, ia ka vazhduar mandatin e Euleksit e rrjedhimisht sipas tij edhe gjykatës speciale. Këto deklarime i kundërshtoi Bekim Kupina, këshilltar për medje i presidentës Vjosa Osmani. Ai tha se presidentja as nuk cakton dhe as nuk vazhdon mandat të gjykatës speciale, me që sipas tij kjo është përcaktuar me amandamentet kushtetuese të votuara nga 2/3 e deputetëve. Ai gjithashtu tha se presidentja ende nuk ka nënshkruar asgjë sa i përket mandatit të Euleksit, ndonse është plotësisht në mandatin e saj që ta bëjë një gjë të tillë. Deputetët sërish dështuan sot për herën e 29 me radhë për konstituimin e legjislaturës së 9. Ligjvënësit kosovar nuk arritën të formojnë komisionin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për votuan 53 deputet, kundër dhe abstenime nuk pati. Siç rëndëm është vendosur deri më tani, kryesuesi Avni Dehari vendosi që seanca e radhës të mbahet pas 48 orësh, praktikisht me datën 11 qershor në orën 11. Pas dështimit të seancës për konstituimin e kuvendit, deputetët nga partitë politike hodhën sërish përgjegjësi ndaj njëra tjetrës. Ndjekim në vazhdim deklaratat e tyre. Gjithçka që ka është varë nga lëvizjave të vendosje ne kemi adresuar, për në anën tjetër nuk ka vullnet politik që të vazhdojnë. Nësa votimi i mbyllur ka ardhur pas 6 dështimeve, do me thonë me votim të hapur, sepse duhet shihen të gjitha mënyrat për të konstituar kuvendin, njësoj si që ka thënë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese, që mund të bëhet me votim të hapur, të fshehtë e kështu me radhë. Qytetarët i thanë ju sundimit një partijak të 4 viteve të kaluara dhe i dhanë shumicën parlamentare partive të cilat ishin në opozit në mandatën e kaluar. 4 muaj më vonë, sot është pikërisht partia e mentalitetit mones, lëvizjave të vendosje, ajo e cila nuk po lejon që të konstituohet e të materializohet ky vullnet i qytetarëve të vendit tonë, duke bloku konstituimin e kuvendit edhe pastaj edhe themelimin e qeverisë së re. Liga Demokratike e Kosovës ka ofruar një propozim në formë publike për një qeveri të unitetit. Gjatë kësaj jave do të publikojmë dhe një 15 pikësh të kësaj ose të agjendës të kësaj qeverie të unitetit. Me fjalë të tjera, këto 15 pikë do të ishin dhe 15 tema të kyçe me cilat do të merret kjo qeveri e unitetit. Refuzimi i idesë për një qeveri të unitetit pa ofruar një zgjidhje tjetër, fatkeqësisht është insistim në vazhdimin e kësaj blokade 48 orëshe dhe kjo blokadë ose vazhdimi i kësaj blokade 48 orëshe fatkeqësisht por natyrisht do e çonte vendin në zgjedhje të parakohshme të reja ose të ndryshe ripërsëritje të zgjedhjeve parlamentare që patëm në shkurt. Ne nuk po shohim ndonjë zgjedhje, nuk po shohim që ka angazhim të kësaj qeverie për zgjidhjen e këtij gërçi politik që është formuar. Nuk ka interes, sepse sot në sol
ishte kryeministri në detyrë, ishin ministra, do të thonë para dite janë deputet, pas dite janë kryeministra, janë ministra, janë zavendës kryeministra të cilët e kanë uzurpuar edhe institucionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, po ashtu e kanë uzurpuar edhe kuvendin e Kosovës, duke mos tentuar dhe duke mos i siguruar shumicën e thjesht për kalimin e kryeparlamentarës e propozuar nga kjo qeveri. Edhe nga ky vend i bëj thirrje të gjithë deputetëve të opozitës që të heqin dorë nga kjo strategji destruktive, të marrin përgjegjësinë për votën e qytetarit që e kanë marrë, edhe të bëhen pjesë e votimit, pa ja u mohuar asnjëherë të drejtën e votimit kundër. Mirë po shkelja çdo 48 orë e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila thotë që deputetët duhet të marrin pjesë në votim, nuk është në rregull. Aq më tepër që janë bërë 4 javë që kur është adresuar gjykata kushtetuese pikërisht lidhur me procedurën e votimit të fshehtë dhe ende nuk e kemi një përgjigje. Ministria e Punëve të Jashtme ka njoftuar se ish pjesëtari i njësisë speciale Arbënar Spahiu është ndaluar nga autoritetet serbe derisa po udhëtonte me autobus me familjen e tij kur po kthehej nga Austria në Kosovë. Nga Ministria kanë deklaruar se zyra ndërlidhës e Kosovës në Serbi ka dorëzuar kërkesë zyrtare tek Beogradi zyrtar duke kërkuar informacione mbi bazën ligjore të ndalimit. Avokati Ajanit Koci deklaroi sot se shtetasin e Kosovës autoritetet serbe e kanë dërguar për t'u marrë në pyetje në Suboticë. Po besoj që këto prova që i kom dërgu, nuk më mirë shpalos rrethana të rastit, po besoj që këto prova që i kom dërgu dje, kanë me qetë mjaftueshme me liru Arbënarin. Apo merret Ministria e Punëve të Jashtme me këtë temë? Ministria e Punëve të Jashtme po merret me këtë temë, unë i kom partner të mirë në çdo rast, sa herë kom pas nevojë për përkrahje logjistike, më kanë dhënë. Natyrisht gjithmonë mundet shteti i Kosovës me bëu më shumë për qytetarën e vet, edhe unë gjithmonë do të jem mbrojtje të secilit qytetar për shkak se shteti nuk po angazhohet sa duhet. Ata me angazhimin e vet sa po mundën, po nuk po ju hes shumë mirë. Ministrja në ndërheqje e punëve të jashtme Donika Gërvalla tha se dikasteri që drejton po kryen të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me rastin e ndalimit nga Serbia të ish policit të Kosovës. Edhe tha se tashmë janë informuar misionet e huaja në Kosovë dhe në Serbi duke kërkuar ndihmën e tyre. Si zakonisht, Ministria e Punëve të Jashtme, respektivisht përfaqësuesi i Republikës Kosovës në Beograd, është interesuar me njëherë pranë organeve serbe për të konstatuar a janë të vërteta lajmet. Kemi informuar edhe në Kosovë edhe në Beograd misionet e huaja diplomatike, kemi kërkuar ndihmën e tyre, kemi kërkuar qartësi dhe shpresojmë që çështja mundësisht sot të sqarohet, pra ai mos mbahet fare për 48 orë, por më lejoni që të bëj edhe një herë thirrje për një kujdes të veçantë për të gjithë ata që tani që po afrohet vera kalojnë nga Serbia, për shkak se rastet e ndalesave të arbitrare dhe të paartsyeshme janë shtuar gjatë muajve dhe viteve të fundit dhe prandaj nevojitet një kujdes i posaçëm, sidomos përfaqësuesit ose ish përfaqësuesit e organeve tona të sigurisë duhet të tregojnë një kujdes të veçantë kur kalojnë nëpër Serbi. Sot në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt seanca gjyqësore për rastin Banjska. Seanca filloi me dëshminë e Alban Rashitit, zyrtar policor nga njësia për ndërhyrje të shpejtë. Ai rrëfeu momentin e plagosjes së tij dhe vrasjes së Rështret Bunjaku, duke shtuar se pas shpërtimeve kishte gjuajtje nga 10 pozicione në drejtim të tyre, ndërsa shtoi se terroristët po i vëzhgonin përmes dronit gjatë kohës sa kishte gjuajtje nga të dyja anët. Sipas tij, për armët që terroristët kanë përdorur, duhet të ketë trajnime specifike, duke theksuar se gjithçka ka qenë koordinuar dhe se të njëjtit kanë qenë një grup mirë i përgatitur dhe jo grup kriminal i zakonshëm. Gjithashtu edhe Çlirim Shaqiri, zyrtar policor nga njësia për ndërhyrje të shpejtë, është dëshmitari i dytë i prokurorisë në rastin Banjska. Ai gjatë dëshmisë së tij ka thënë se ka marrë lëndime të rënda si pasojë e sulmit dhe vazhdon ende të marrë trajtim mjekësor. Kryeministri në ndërheqje i vendit Albin Kurti bashkë me zëvendësministrën në ndërheqje të punëve të jashtme Liza Gashi pritën në takim gjeneratën e tretë të programit për diplomaci qytetare.
Kurti i uroi për këta muaj të suksesshëm, duke shprehur se programi për diplomaci qytetare mbetet një nga nismat më të rëndësishme të qeverisë për diasporën. Këtë javë, pjesëtarët e këtij programi e përfundojnë rrugtimin 10 mujor të angazhimit në institucionet të Kosovës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Akreditimit të Kosovës ka shënuar sot ditën ndërkombëtare të akreditimit në motën akreditimi, fuqizimi ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministrja në ndërheqje e Industrisë Rozeta Hajdari tha se akreditimi luan rol kyç në rritjen e besueshmërisë produkteve dhe të shërbimeve vendore, duke ndihmuar ndërmarrjet që të jenë më konkurruese në tregjet ndërkombëtare. Kjo vit botërore e akreditimit që shënohet nga sot në 9 qershor ka për qëllim interes vetëdijen për të rëndësinë e akreditimit në sektorët e ndryshëm industrial, por edhe të tjerë dhe është një mundësi për të riafirmuar përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe sigurisë, ndaj zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe integrimit evropian. Duhem edhe që në theksojmë që si akreditimi fuqizon ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si përmes angazhimit të shërbimeve akredituese këto ndërmarrjet vogla dhe të mesme mund të shprehin kredibilitetin e tyre dhe t'i plotësojnë nevojat e konsumatorëve. Ne si drejtori e akreditimit jemi duke punu në bashkëpunim me ekspertët vendor, me bizneset, me trupat e vlerësimit konformitetit, por edhe me partnerët tonë ndërkombëtar, për çdo ditë që të përmirësojmë shërbimet tona, por edhe të rrisim subjektivitetin tonë ndërkombëtar, i cili është shumë i rëndësishëm që pasaportën të cilën e jep akreditimi të vlejë në më shumë vende të botës. Kosova është pjesë e Expo Osaka 2025 në Japoni. Kosova përfaqësohet atje përmes një bashkëpunimi të ngushtë ndërinstitucional. Kështu deklaroi zëvendës ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës në ndërheqje Liza Gashi. Ajo tha se si udhëheqëse e Komisionit Ndërshtetëror për këtë projekt menaxhuar nga qeveria, ndihet shumë e lumtur që për herë të dytë Kosova është pjesë e kësaj ngjarjeje botërore. Nesër hapet edicioni i radhës i panajirit të përgjithshëm Prishtina 2025, i organizuar nga Udha Ekonomike e Kosovës, një ngjarje rëndësishme ekonomike që do të zgjas deri në datën 12 qershor. Panajiri do të jetë i hapur për vizitorë çdo ditë nga ora 11 deri në orën 19 në ambientet e Prishtina Mall, duke ofruar një platformë gjithëpërfshirëse për prezantimin e produkteve dhe shërbimeve nga kompani vendore dhe ndërkombëtare që operojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Kanë kaluar 7 vjetë që kur futbolli i Kosovës humbi ikonën e tij më të madhe, Fadil Vokrin. Figura që me talent, karakter dhe vizion ja dha sportit rrugën drejt ndërkombëtarizimit, vazhdon të kujtohet me nderim të lartë. 9 qershori i vitit 2018 mbetet një nga datat më të dhimbshme për sportin e Kosovës. Në atë ditë, futbolli ynë humbi figurën më të madhe të tij, Fadil Vokrin. Një emër që nuk lidhet vetëm me fushën e blertë, por me identitetin dhe krenarinë e një kombi që luftoi për njohje dhe respekt. Fadil Vokri ishte më shumë se një futbollist i jashtëzakonshëm. Ai ishte simbol i pasionit dhe përkushtimit, një njeri që e deshi futbollin me shpirt dhe shndroi në mision jetësor. Me fanelen e Llapit e më pas të Prishtinës, shkëlqeu në vitet më të vështira. Talenti i tij rrallu vrejt edhe përtej kufive, ku u bë i njohur dhe i respektuar në gjithë hapësirën e ish Jugosllavisë. Eleganca në lojë, vizioni dhe golat e tij e bën idhull për breza të tërë. Por ajo që e dallonte më shumë ishte dinjiteti. Edhe në kohët më të errëta për Kosovën, ai kurrë nuk e fshehu krenarinë për vendin e tij. Pas përfundimit të karrierës si lojtar, jeta e tij nuk u shkëput kurrë nga futbolli. Pas disa vitesh në Francë ku jetonte me familjen, Vokri u rikthye për të dhënë një kontribut edhe më të madh, katëherë si udhëheqës. Fillimisht në klubin e futbollit Prishtina e më pas në krye të Federatës së Futbollit të Kosovës.
Në ndrejtimin e tij u arrit e pamundura, pranimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA në maj të vitit 2016. Ai e udhëhoqi këtë proces historik me përkushtim dhe guxim, duke bashkuar Kujtimi për Vokrin mbetet i freskët. Stadiumi që mban emrin e tij është një monument i gjallë i kontributit të tij. Çdo ndeshje që zhvillohet aty, çdo prohëritje për Kosovën është edhe një përshëndetje për të. Në këtë përvjetor, mirënjohja ndaj Fadil Vokrit është e pafund. Ai nuk është më fizikisht me ne, por është i pranishëm në çdo moment të rëndësishëm të futbollit tonë. Brezat e rinj do ta njohin si njeriu që i hapi rrugën ëndrrës së madhe dhe historia do ta kujtoj për herë si legjendën që i dha sportit kuptim dhe shpirt. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.